shumë ka rëndësi të madhe se çfarë mendon robi i Allahut. A e keni menduar ndonjëherë që dallimi midis banorëve të xhenetit dhe banorëve të zjarrit është tek mendimi? Mendimi ka aq shumë rëndësi të madhe sa që po lun rol ai banor i xhenetit apo banor i zjarrit. Allah i Madhëshëm tregon për banorët e xhenetit, thot: inni dhanantu anni mulaqin hisabia fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Në banorët e xhenetit ditën e ngjallës kur t'ju jepet libri nga ana e djathtë, edhe ta lexojnë dhe të gëzohen me veprat e mira që kanë bë, do të thojnë: unë kam menduar që do të llogaritem një ditë. Pastaj Allah thot: ai do të jetë me një jetë të kënaqshme në xhenetet e larta. Pra ky është përfundimi atyre që kanë mendimet e mira. Xheneti. Edhe jo vetëm xheneti në botën tjetër, po edhe në këtë botë është një xhenet, që është lumturia, është gëzimi, është paqja e brendshme. Edhe këtë xhenet e kanë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, ata që kanë mendimet e mira. Pastaj, për banorët e zjarrit, Allah i Madhëshëm i tregon ata të cilët do thotë janë armiqtë të Allahut Madhëshëm, i luftojnë profetët e tij, i luftojnë fjalët e tij, thot ata kur t'i afrohen zjarrit xhenemit, do të dëshmojnë kundër tyre, dëgjimi i tyre, shikimi i tyre, edhe lkura e tyre. Edhe lkura, kur t'i thojnë ata lkurës tyre, përse po dëshmoni kundër neve? Lkura do të thot: Allahu na ka jap neve të folur, ai cili ka jap të folur çdo krijese. Edhe ai ju ka kriju herën e parë dhe tek ai do të ktheheni. Edhe ju nuk keni fsheh, ju nuk keni mbulu, keni mendu që Allah nuk e din shumë veprat juve. Thot ky mendim juaj ju ka shkatru dhe jeni bërë prej dështakëve. Nëse durojnë zjarri aveni i tyre, nëse kërkojnë që të kthehen, nuk do t'ju mundsohet. Pra shikoni, përfundimi i banorëve të zjarrit pa pse, po thot ky është ai mendimi ju që keni pas për Zotin ju ka shkatru. Pra shikoni mendimi sa rëndësi ka, sa që dallimi midis atij që mendon mira, atij që mendon keq, është si dallimi midis xhenetit dhe xhenemit. Edhe kam pas mbajt edhe më parë një ligjërat, po mirë është mi përsëri gjëra se çka përsërin ngolitët. Është edhe ai hadithi kutsi, që Allah thot: unë jam tek mendimet e robit tim. Nëse mendon mirë atëherë për të, nëse mendon keq atëherë për të. Kështu që përmirësoj mendimet tua robi Allahut, ushqeju vetëm me mendimet mira.